jam banor i kësaj lagje, është prej palatit i fund. Nuk do të bëj politik, as të bëj të zezë gjithçka ka ndodhur deri sot, por bashkohem me ato që ka thënë kandidatët tu dhe kryetari juaj, të cilën e kam gjetur në për emisione televizive, që një ndër mangësitë më të mëdha të bashkisë gjatë këtyre viteve është betonizimi i Tiranës. Betonizimi që nuk na ka dhënë frutë. Unë banoj një pallat i cili duhet të ishte dorëzuar që në vitin 2020, sot është vitin 2025, duke lënë në katrahur gjithçka, gjitha shërbimet që duhen bërë imediate, deri ujë që futet ke garazhet poshtë, po i bëj me parat tona, sepse ai ndërtuesi ka hequr dorë dhe për faqe të zezë të bashkisë i kanë dhënë leje ndërtimi në vendet të tjera, vazhdon pulla, s'do të di aty. Ne po harxojmë para nga parat tona dhe nuk e dim nëse do të marrim lejen e ndërtimit tapit në Indinë apo jo. Së dyti, dhe një vend të tjetër kanë për problemet e urbanistikës së transportit, ja rruga ku është këtu. Rruga është për kalim zhenjin, kalim poshtë një lartë. Parkojnë 2 kratë, hajde të kalosh në mes të rrugës. Nuk kalohet në moment klasës e tjetër. Këto gjëra unë uroj që t'i zgjidhni juve si forcë politike. Unë gjykoj dhe mendoj. Ju uroj suksese, sepse parlamenti jonë ka nevojë për të shkundur nga pluri, ka nevojë për zëra të rinj. Pavarësisht nga probleme jetës, të shkundur dhe të forca politike vetë atë. Zgjidh ditën dhe bëjmë dashuri natën.